Burimet të sigurta nga brenda qeverisë, për ne, flasin që qeveria nëpërmjet këtij kurrëzimi financiar mundohet që të devijoj dhe të ndaloj punimet që kanë të bëjnë me korridorin 8 dhe në këtë formë të përjashtoj, siç ka bërë çdo herë në këto 20 vite që ka ndodhur, të përjashtoj nga këto projekte infrastrukturore të gjithë Pollogun, të përjashtoj lidhjen e Tetovës, e Kostivarit, e Kërçovës dhe Strugës. Ashtu si me rastin e ndërtimit të autostradës Kërçov-Ohër, kur u devijua segmenti i korridorit 8, në po të njëjtën mënyrë, tani informacionet tona flasin që qeveria mundohet që të ndalë punimet që kanë nisur rreth korridorit 8 dhe punimet të vazhdojnë në drejtim të ndërtimit të segmentit Ohër-Manastir, Manastir-Prilep, në mënyrë që direkt të bëhet lidhje përsëri me korridorin 10D.